për të nxjerrë përfundimet e duhura dhe të nevojshme se kush ka qenë e kush qëndron pas tyre për t'i mbështetur kaq fuqishëm sa të reagojnë në këtë mënyrë. Detyrimisht që komplet ajo, si mund të themi, makineria ushtarake që ka Irani është përgatitur për këto ditë dhe akoma është e mundur, e ka kapacitete për të reaguar. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vepruar në mënyrë të fuqishme. Sot jemi në ditën, mos gabojmë, të 11-ën që vazhdohen me sulme ndaj infrastrukturës ushtarake kryesisht, por ka përfshirë, siç dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës e ka deklaruar, disa nga, si mund themi, pikat kyçe të infrastrukturës jetike në Iran. Kështu që në këtë kushte ai kërcënon her pas here dhe detyrimisht që nëse nuk ulën palët, por që ka ca shenja edhe të ndërmjetësuara që diplomacia dhe, si mund themi, negociatorët po vazhdojnë në distancë komunikimin mes njëri tjetrit për të krijuar mundësinë për të vendosur një armë pushim dhe për të ulur palët në bisedime. Detyrimisht që të dy palët e kanë shkelur tashmë atë memorandumin e mirëkuptimit 17 qershorit dhe nuk e quajnë më të vlefshëm, por kam bindjen që pikat vazhdojnë të jenë aktuale, pikat e nënshkrimit të memorandumit, për të cilat kërkohet të ulen të tavolinë e bisedimit dhe grupet e ekspertëve të përsaktojnë modalitetet për të mund arritur në një marrëveshje pa çka se të përkohsh, në një marrëveshje paqe në lindjen e mesme, paqe mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë shpresoj që ka hapësira përsëri, me gjithë agravimin e situatës, me gjithë goditjet dhe kundërgoditjet e kundërreagimin nga pala iraniane, unë shpresoj e besoj që ka ata t'i thrasin arsyes dhe të ulen në tavolinën e bisedimeve me ndërmjetësim, detyrimisht se ato gjithmonë e kanë vazhduar pjesën me ndërmjetësim dhe gjatë kësaj kohe që ne bisedojmë, kam bindjen e plot që negociatorët dhe ndërmjetësuesit e tyre janë duke biseduar, pasi uret e komunikimit nuk janë ndërprerë për asnjë çast dhe ka patur zhvillime të momenteve të fundit, ka patur që zhvillime të cilat nuk janë marrë në konsiderat, të gjitha këto janë të pranueshme, do thosha, për së hir të situatës që atje është krijuar. Dhe shpresojmë që të mos hapet një vatër e dytë, siç është ajo e proxy të Iranit, Houthit në Yemen, që kanë deklaruar edhe mbylljen e ngushticës dhe të transportit të energjisë në lindjen e mesme. Kështu që në detin e Kuq. Kështu që këto përkeqësojnë. Bile se Irani ka ecë edhe pak me tutje, sepse Emiratet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë parë gjatë kësaj kohe edhe alternativat e mundshme të nxjerrjes së naftës dhe të furnizimit nëpërmjet tubacioneve. Por kjo nuk e mbyll gjithë transportin që ka qenë planifikuar, po brenda 24 orëve në ngushticën e Hormuzit. Ajo është një e dyta maksimale 50% ose 30%, por përsëri e rrezikuar nga goditjet që Irani ka ndërmarrë duke mbajtur parullën o do të bëjmë tregti të gjithë o askush. Pra kjo është ajo që ata kanë mbajtur për bazë. Dhe kjo ka qenë arsye që e kanë përligjur ata edhe goditjet që ka bërë në infrastrukturën e naftës dhe të gazit në vendet e linjës së mesme. Pra duke thënë që o do bëjmë të gjithë tregti nafte o askush. Dhe detyrimisht që kjo është një dëm i madh që i shkaktohet jo vetëm ekonomisë së një vendi, por edhe ekonomisë globale në përgjithësi, me efekte që shtrihen në të gjithë globin, do thosh. E qartë, mirë, do të prega për ta mbyllur, ndërkaq nëse SBA do të godasin infrastrukturën iraniane, cili është objektivi real i Washingtonit, pra të ketë një presion apo rrëzimin e regjimit në Iran? Unë mendoj që është presioni që ata bëjnë, që pala iraniane dhe delegacioni e përfaqësuesit të tyre të ulen në tavolinën e bisedimeve. Tashmë mendoj që kjo pjesa e kauzës për rrëzimin e regjimit duket sikur ka rënë dhe nuk mund të ndodhë nga jashtë. Nga jashtë ushtrohet presion, por ajo të cilat ndikon drejt për drejtë në ndryshimin e një regjimi janë qytetarët e atij vendi që jetojnë 24 orë në 7 ditë javës në atë vend dhe janë pa kënaqësi cilat do qofshin ato
shkelja e lirive të drejtat njeriut, rënia ekonomike, dënimet të ekzekutimit, janë shumë arsye për të cilat qytetarët e ndjejnë të domosdoshmën për të reaguar, për të ngritur një protestë të fuqishme kundër regjimit të tyre, dhe në ato momente pjesa e jashtme, qoftë e Shtetet Bashkuara të Amerikës apo e vendeve të tjera demokratike, jam i bindur që do të luajë një rol ndihmues, por jo përcaktues. Rolin përcaktues për ndryshimin dhe rrëzimin e një regjimi e luajnë qytetarët e vendit dhe pjesa kryesisht intelektuale që do gjejnë forma për të organizuar këta qytetarë. Zoti Prenga, çfarë skenare shihni në vijim? Unë shoh të paktën për momentin shoh që amerikanët do vazhdojnë të kenë një trysni, një presion me deklarata, por edhe me reagime ushtarake me goditje të drejtë për drejta, kryesisht të infrastrukturës ushtarake, atë që është, si thosh, në pjesën e bregut lindor të ngushtitës së Hormuzit, për të mos penguar ose për të bërë të mundur fillimin e transportit detar të naftës, gazet dhe në produkte të tjera në mënyrë të pakërsnuar, dhe pjesa e dytë do të jetë ajo e cila nëse ata nuk do të reagojnë në aspektin e bisedimeve dhe të mundësisë për të ulur në tavolinë e bisedimit, për të bërë të mundur që memorandumi i 17 qershorit i miratuar me 15 pika të mund të jetëzohet, atëherë ai do fillojë të godas edhe infrastrukturën kritike jetësore që hyn te infrastruktura rrugore, te infrastruktura elektrike, tek infrastruktura e furnizimit me ujë, të gjitha këto të cilat e bëjnë, si thosh, situatën e përkeqësojnë situatën e brendshme dhe e bëjnë të pamundur për ta përballuar këtë lloj situate, si thosh, regjimin iranian. E në këto kushte detyrimisht që ai do detyrohet, si mund të themi, të gjithë gjunjëzohet, sa është fjalë relativisht që nuk e pranojnë palët, por të ulet në tavolinë e bisedimeve dhe t'ju hap rrugë grupeve të ekspertëve të cilët do të përcaktojnë modalitetet për zbatimin e 15 pikave të memorandumit të mirëkuptimit për ta kthyer një marrëveshje paqe të shpejtë, do thosha unë. Gjithsesi, kjo situatë është e vështirë për të parashikuar. Zhvillimet aty janë të paparashikueshme edhe nga vetë ata që janë të përfshirë drejt për drejti, edhe nga ata të cilët janë ekspertë të kësaj fushë, por kam bindjen që vjeshta maksimalja, vjeshta do të jetë pjesa në të cilën palët do ulen seriozisht në tavolinë e bisedimeve dhe diplomacia do të zejë vendin parësor dhe goditjeve të cilat do qofshin këto, pra luftës do ja lej radhën, do të zejë radhën dhe do të jetë pjesa e diplomacisë me ndërmjetësim apo në mënyrë të drejtë për drejtë, pasi edhe Irani vetë tashmë që po ka gjithë të kohë që është në luftë, dhe përpara luftës na kujtohen protestat e brendshme për arsye të krizës ekonomike, ajo tashmë vazhdon të përkeqësohet se një vend në luftë nuk pritet që të ketë ekonomi të fuqishme. Pra ekonomia, për fat të keq, një vend që përfshihet në luftë është destinuar të kolapsohet, edhe do dojë shumë kohë për të arrimarrë veten. Kështu që Iranit i intereson pjesa e brendshme e zhvillimit të vendit, ekonomia e vendit dhe mbi të gjitha lejimi i atyre aseteve që kanë qenë të ngurtësuara, një pjesë e mirë për t'ju rikthyer që ato të përdoren për aspektin ekonomik dhe zhvillimin e zgjidhjen e problemeve më të vështira që për momentin po kalon Irani. E qartë. Mirë, zoti Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Bashkë jemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshi.